Kur thot pejgamberi s.a.s. largon nga kjo, ndjek këtë rrugë, ti në mendjen të në thush, e qka nëse e bëj, qka komën e këtu, në rregull është me pyet ki drejt, nga se çdo kush e do një inkurajim, e do një pages, e do një çmim. Çmimi i largimit nga harami, çmimi i nështrimit cili është? Tha tekun abeden nasi, do t'jesh njeriu më i përurir Allahut, do t'jesh rob i sinqert i Allahut. Kur e përmend këtë çmim pejgamberi, a na bën përshtypje? A na duket interesant? A është për neve josh ose që të ngritemi në nivelin e dëshmërisë e të bëhemi rob të nështruar Allah xhallahu ala? Apo më tepër na josh diçka tjetër? Të ndërozër, t'jemi të sinqert. Cila do të ishte për neve joshje më atraktive në raport me këtë kërkesë profetike? Për shembull, sikur të kishte me thonë pejgamberi s.a.s. ruaju nga harami, asnjëherë nuk do të smuhesh. Do në që çmimi i largimit nga harami do tjetë shëndet i vazhdueshëm. A do të ishte inkurajim i fuqishëm që mu largu? Pa dyshim se po. Edhe është normale, njëri dën shëndetin. Domthonjë për neve shëndeti është një çmim të cilin realisht jemi në gjendje me e pagu me çka do koftë, veç mos me pas dhimbje. Në rregull, sikur të kishte me thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, largon nga harami, largon nga e keqja, do të jesh njëri më i pasur. A do të ishte joshja? Pa dyshim se po. Interesante shumë. Mirë për subhanallah, kur përmenet dëshmëria, kur përmenet të shirë Rabi Allahu xhallahu ala, për njerëzit nuk është mjaftueshëm inkurajim. Jo është se mirë me koni devotshëm, mirë me koni musliman i mirë. Nëse kjo është ndërrohet vëzër kryesorja, esenca, as shëndeti, as pasuria, as pozita, as autoriteti, madje asgjë në këtë dunjë nuk ka kuptim, nuk ka domethënie, nuk ka shije, nëse nuk je robi i nështruar Allahu xhallahu ala. Po të mëson pejgamberi më të mirën, me të cilën krejt i arrin, krejt i fiton, dhe me humbin e saj gjitha i humb. Andaj, sa herë të ftohemi, të thirremi, të ndërrozëm, që të ndjekim një rrugë që na shtjen në majet e dëshmërisë, na bën rob të sinqert Allahu xhallahu ala, duhet të jetë për neve thirrja më atraktive, më inkurajuese, më e rëndësishme që e kemi dëgjuar ndonjëherë. Dhe në rrugën e realizimit të këtij synimi, të paguajmë çmimin sado që të jetë, nuk prish punë, nga se ja vlen. A ja vlen më largu pe haramit që Allah me kuni kënaqur me ty? A ja vlen? Pyet veten tonë. A ja vlen më largu pe një të keqës e nesër me tonë Allahu xhallahu ala të lumë robi jam, ti robi jam? A ja vlen për që të fjalë më u sakrifiku?